السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Morali I mirë ka një pozit lartë në fenë islame. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka konsideruar moralin e mirë së përcues të besimit. Duke thënë ekmelul mu'minina imana ahsanuhum akhlaqa. Besimtarët e besimit më të mirë janë ata të cilët besimtarët e besimit më të plotë janë ata që imonin e kanë ata që kanë moralin më të mirë. Që kush e ka moralin më të mirë, ai konsiderohet besimtar më I mirë. Në fundit që njeriu bëhet besimtar I mirë, dhe nuk ketë imon të plotë, nëse nuk përmirëson moralin. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an që profeti I tij ka moral të lartë. وإنك لعلى خلق عظيم. Ti ke moral të lartë, moral padështor. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu në moralin më të lartë. Morali I mirë është një ndër veprat që rëndon më shumë në peshoren e robit të ditës së gjykimit. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur një hadith asqal ma yudha'u fi mizan al-'abd yawm al-qiyamati husnul khuluq. Gjëja që rëndon më shumë në peshoren e robit të ditës së gjykimit është morali I mirë. Morali I mirë konsiderohet një nga veprat më të mira, të cilat rëndojnë shumë në anët të mirave në peshoren e veprave në ditën e gjykimit. Dy veprat që I çojnë më së shumë të njerëzit në xhenet janë takwaja dhe morali I mirë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka garantuar një shtëpi në vendin më të lartë xhenet, pra në gradat më të larta të xhenet, për ata njerëz që kanë moral të mirë, edhe zaimu bi bejtin ja al-janna liman hasuna khuluquhu. Njerëzit që do të jenë më pranë profetit sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit, dhe që do të jenë ndër njerëzit më të dashur të profetit sallallahu alaihi wasallam, janë ata që kanë moralin më të bukur, siç ka thënë inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamati ahsanukum akhlaqa. Ata që e kanë moralin më të mirë, ata do të jenë më pranë profetit sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit. Dhe ata do të jenë ndër njerëzit më të dashur të profetit sallallahu alaihi wasallam. Njeriu me moralin e bukur arrin gradën e atij që fal namaz natën, nafile, dhe që agjiron nafile. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith inna ar-rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Njeriu arrin me moralin e lartë gradën e atij që fal namaz natën dhe që agjiron nafile ditë. Ndër njerëzit më të dashur tek Allahu dhe mësuar janë ata që janë më të dobishëm për njerëzit. Çka thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë se mirësia është morali I mirë, al-birru husnul khuluq. Mirësia është morali I mirë. Pra ka shumë argumente të cilat përmendin shpërbim dhe vakt moralin të bukur, mirësitë të mëdha që arrin njeriu në moralin e mirë. Morali I mirë është pjesë e besimit. Dhe njeriu nuk arrin të bëhet besimtar I mirë, I besimtar I përsosur, nuk arrin të plotësojë imonin, nëse morali nuk e ka të bukur. Nëse njeri kryen detyrat e fesë dhe rrugës së gjinore, ka moral të mirë dhe të një gradë lartë xhenet. Në ana tjetër, ndonjë person mund të bëjë shumë vepra, mund të bëjë shumë ibadete, mund të ruhet nga shumë gjunahe, por ka moral të keq, ka sjellje të keqe
dhe për shkak të moralit të keq, dhe për shkak të sjelljes së keq që shkon në zjarrin e Herenit. Andaj ka treguar profeti tonë sallallahu alaihi wasallam për një grua e cila hante shumë namazafile, agjeronte, nafile, i jepte shumë sadaka, por i lëndonte komshit, e lëshonte gojën kundër komshive. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha ajo nuk ka mundësi për të banuar zjarrin e Xhehenemit. Pastaj i treguar profetit për një grua tjetër që i kryente farzët, falte namazit, farz, agjeronte Ramazanin, dhe jepte fare pak sadaka, jepte pak gjithë sadaka. Por ajo e ruante gojën, ishte vetëm mirë, për të mundonte fëmijën e saj. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha për të, ajo do të jetë banorë e Xhehenemit. Që nëse njeriu kryen të tyre dhe ruan të gjërat, dhe ka moral të mirë, shpresohet të ketë një grad larg xhenet. Në anën tjetër, nëse njeriu nuk e përmirëson moralin, ose sillet keq me njerëzit, ose ka moral të keq, ai rrezikon të shkojë në zjarrin e Xhehenemit, Allahu na ruaj, qoftë edhe nëse kryen shumë ibadete apo shumë vepra nafile. Çështja e moralit të mirë është shumë e rëndësishme. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu me moralin më të mirë. Kana Rasulullahi ahsana an-nasi khuluqan. Ka qenë i dëruar Allahu të shkruar në hadith njeriu me moralin më të bukur. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më bujar, ka qenë njeriu më të trim, ka qenë vullnetari më i madh, ka qenë shumë i thjeshtë sallallahu alaihi wasallam. Profeti shpesh herë buzëqeshte. Ishte i afrushëm me njerëzit, ishte i dashur me njerëzit, ishte i bukur, ishte i thjeshtë. Mund të ndodhte që një vajzë e vogël nga robia e Medinës të vinte, ta merrte për dorë profetin dhe ta çonte atij ku kishte hall apo ku kishte të mbaruar një punë. Kjo tregon thjeshtësinë e madhe të profetit tonë sallallahu alaihi wasallam. Një herë ka ardhur një bedui që tregon Enesi po ecte me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe vjen një bedui. Profeti thot kishte një veshje të trashër të ashpër. Ky beduini e shtrëngoi profetit e ka për këtë veshje dhe e tërhoqi. Po e tërhoqi aq fort sa që veshja e ashpër dhe e trashë la gjurmë në qafën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky beduini, pas e tërhoqi fort dhe ashpër profetit tonë sallallahu alaihi wasallam, i tha, burli bil albani alladhi inda, je urdhër që të japim nga pasuria që ti ke. Profeti i drejtua duke buzëqeshur edhe dha urdhër që atij t'i jepte. Kjo tregon moral të lartë profetit. Kuptohet se ky ishte një beduin i pavendur, dhe sjellje të ashpër, nuk dinte si të komunikonte, nuk dinte si të kërkonte. Por profeti sallallahu alaihi wasallam ishte zemërgjerë, ishte tolerant, ishte shpirtëdhënë, ishte falës, ishte i thjeshtë, dinte të komunikonte me njerëzit, sa ishte i butë, ishte i mëshirshëm. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam e toleroi këtë beduin, dhe jo vetëm kaq, po i buzëqeshi dhe dha urdhër që dhe t'i jepte. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka ndodhur kurrë që të vëj dorë në bashkëshortet e tij, apo në të i shërbëtorë të tij. Ai nuk i ka rënë kujt me dorë përveçse kur ka shkuar në xhihad në rrugën e Allahut. Nuk ka luftuar armiqt. Edhe nuk ka ndodhur ndonjëherë që profeti sallallahu alaihi wasallam t'i bëre diçka apo t'i bëre ndonjë dëm dhe të bëte hak për çështje personale. Përveç nëse do shkelëshin ligjet e Zotit, atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam do të kërkonte shpagim për çështjen e fesë, për shkeljen e ligjeve të Allahut subhanahu wa taala. Por për çështjen personale, profeti kur nuk ka dërguar shpagim, kur nuk ka marrë hak sallallahu alaihi wasallam. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu ka treguar se i ka shërbyer profetit tonë sallallahu alaihi wasallam për 10 vite. Dhe thot, kur nuk ka thënë për diçka që duhet nuk kisha bërë, pse se bërë? Apo për diçka që kisha bërë, pse bërë këtë gjë? Ta kishte një
të lidhur bisede shumë të mirë me njerëzit. Sallallahu alaihi wasallam kishte një komunikim shumë të afërt dhe shumë të mirë me njerëzit. Nuk e qortonte bashkëshorte, nuk e qortonte fëmijën, nuk e qortonte, nuk e pajsonte shërbëtorin, sikur se mësohet nga hadithi e Enesit radhiyallahu anhu. Profeti ka qenë njeriu bujar, ai nuk rezervonte gjë për testet. Ai çfarë kishte e jepte, sallallahu alaihi wasallam. Madje ka ndodhur që profeti ka dhënë dhe gjëra që nevojiteshin për vete. Sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më të trim. Dhe ne duhet të ndjekim shembullin e profetit tonë, sallallahu alaihi wasallam. Të kesh moral të mirë, moral të bukur, do të thotë, ti je durimtar, ti je zemërgjer, ti je bujar, ti je i ndershëm, ti je trim, ti je falës, ti je i mëshirshëm, ti je i thjeshtë, të kesh seder. Dhe punët e morale në grupë, çfarë është për grupë njeriu që apo mbajtës, ka durim. Kur është një imam, ka thjeshtësi, shkurtëm, është bujar, e shot goje, e bëj goje, të garuan goje, kur është bëgacak, kur është i pacip, shpatur, të dorë shia. Ti tash nuk kesh moral të mirë, do të thotë se mos të vërkosësh. Ti je vetë mbajtur. Në gjurë se të vërkosësh të përbash vete. Të takosh me njerëzve të ty qeshur, të i buqeshur, të bësh mirë njerëzve, të mos u bësh keq njerëzve, mos u bësh keq njerëzve, as me dojë, as me shkeq, as me dojë, mos kujtosh njëri, mos bësh padrejtësi. Gjithashtu, ti durosh njerëzve nëse të bëjnë keq, nëse të mendojnë. Dhe një nga mënyrat për të fituar zemrën e njerëzve është të kemi moral të mirë. Njeriu me moral të mirë arrin të fitojë zemrën e njerëzve, sidomos në thirrjes në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Njerëzit e duan njeriu që ka moral të mirë, dhe në anën tjetër njerëzit largohen nga njeriu me moral të keq, i ruhen atij, i largohen, nuk pranojnë prej tij. Allahu ka përmendur në Kur'an që profeti sallallahu alaihi wasallam dhe mëshira e Allahut dërgoi bukur të njerëzit. Po sikur të regoj i ashtur i njerëzit do të largoheshin prej tij, dhe bima rahmetin min Allahi linta lahum, wa law kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik. Allah ka përmendur në Kur'an që profeti ishte tepër i interesuar për të mirën e njerëzve, dhe ishte besimtar i butë dhe i mëshirshëm, bil mu'minina raufur rahim. Allahu ka cilësuar profetin sallallahu alaihi wasallam në Kur'an si njeriu me moral madhështor. Allahu ka urdhëruar në Kur'an që të themi njerëzve fjalë të mira, wa qulu lin-nasi husnan. Bisedoni mirë me njerëzit, komunikoni mirë me njerëzit, thuajini me njerëzve fjalë të mira. Ju duhet të flasin mirë, pastër, me qëllësi, me sinqeritet me njerëzit, të themi fjalë drejta, të mos i shajnë, të mos i përgojojnë, të mos i ofendojnë, të mos i fyën, të mos tallen me njerëzit. Duhet të themi njerëzve fjalë të mira, komunikimi duhet të jetë i mirë, i mirë që fitojnë zemrën e njerëzve. Sidomos me prindërit. Prindërit janë njerëzit që meritojnë më shumë, që ne sillen një mirë me ta, që ne të kultivojmë moral të mirë të sillim me ta, të flasim mirë me ta, me bashkëshortet, me fëmijët, me të afërmit, me fëmijët, të sillim mirë me fëmijët, të bëjmë mirë atyre, pra me anë të moral të mirë ne arrim të fitojmë zemrën e njerëzve. Po si të përmirësojmë ne moralin e mirë? E para, të njohim moralet e bukura. Dhe i përmenda pak më përpara disa nga moralet e mira. Të njohim dhe mirësi dhe vlerën dhe shpërblimin e madh të moralit të bukur. Kush e njeh moralin e mirë,
Dhe kush e di se çfarë shpërbimi të madh ka morali mirë, do përpiqet ta kultivojë moralin e mirë, sillet mirë me njerëzit, flas mirë njerëzve. Profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ka porositur në hadith që të sillemi mirë me njerëzit, ka thënë wa khaliqin nase bi khuluqin hasan, ka thënë sillu me njerëzit me moral të lartë, moral të mirë. E dyta, për kultivuar moralin e bukur është njohja e jetës profetit dhe njohja e jetës së shokëve të profetit dhe njerëzve të mirë brez pas brezi deri në kohën tonë. Profeti është shembulli më i lartë i ytit. Ai është shembull në gjitha aspektet, por edhe në moralin e lartë. Përmenda pak më përpara disa hadithe që flisin për moralin e lartë të profetit tonë sallallahu alaihi wasallam. Kemi ta ndjekim shembullin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kemi durimtar, kemi verior, kemi të thjesht, kemi bujar, kemi të dërshëm, kemi të drejt. Ashtu sikur se ka qenë i dërguar ju sallallahu alaihi wasallam. Po edhe kur lexojmë jetën e shokëve të profetit, jetën e dietarëve të umetit, jetën e njerëzve të mirë të umetit islam, do të vërejmë që ata gëzonin moral të lartë. Dhe kjo do të ndihmojë neve që të pajisemi moral të lartë. Gjithashtu, morali i lartë mund të kultivohet, mund ta mësojë njeriu veten me moral të lartë, mund ta ushtrojë veten që të sillet mirë me njerëzit, pra mund ta kultivojë durimin, mund të kultivojë bujarinë, të tregojë bujar, kemi mikpritës, mund të kultivojë trimërinë, mund të kultivojë thjeshtësinë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur që ka bjerur baktin, ka qekur opigat e tij, ka arduar rrobën e tij, ka kryer edhe punët e shtëpisë, bashortën e tij sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse ne do të përpiqemi të kultivojmë moralin e bukur, dhe mund ta fitojmë moralin e bukur, dhe mund të sillemi me moral të bukur me njerëzit. Muaji i Ramazanit është një mundësi e mirë për përmirësimin e moralit. Madje kush nuk arrin të tregojë moral të mirë në Ramazanit, ai agjërinë e ka të vogël. Ai mund mos e marrë të plot përmjet të agjërimit. Ai mund mos i arrijë mirësitë e agjërimit, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith "Idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Kur ti je agjërues, mos e prish gojën, mos thuaj fjalë pista, mos keq, mos vërtet. Sipas i variantit ka thënë "Wala yajhal", mos sillet keq, mos sillet si ignorant, si vedjelë, si njeri i keq. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë një hadith "Men lam yad'a qawla az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu." Kush nuk lë përjeshtrën, dëshminë e rrejt, kush nuk lë gjunat e gojës dhe veprat sipas tyre, pra kush nuk lë dhe veprat dhe gjunahet e trupit, ati Allahu lartësuar nuk ja vlerëson agjërimin. Agjërimi do të ndihmon që të kultivojmë durimin. Prandaj muaji i Ramazanit quhet ndryshe dhe muaji i durimit. Agjërimi nuk bëhet pa durim. Dhe me durim do arrijë të përmirësojmë moralin. Sepse durimi është boshti i moralit të bukur. Mbase në një mësim tjetër do të flasim për durimin insha Allahu Taala. Kështu që agjërimi do ndihmon neve që të përmirësojmë moralin, të kultivojmë durimin, por duhet që agjëruesi ta ketë parasysh se duhet ta ruaj gojën, ta vetëm se mirë, ta ruaj syrin, ose shoj syrin haram, ta ruaj veshët, ose dëgjoj haram, ta ruaj dorën, mos dëmtoj, mos bëj padrejti me dorë, të ruaj pjesën e trupit, mos bëj gjunahe. Ky është njeriu që e kryen agjërimin siç duhet dhe që arrin mirësinë e agjërimit. Ndërsa nëse njeriu agjëron dhe ruhet nga ushqimi, nga pija gjatë ditës, gjatë agjërimit, por nuk ruhet nga gjërat që excedojnë agjërimin, siç janë fjalët e këqija,
gjudahet e gojës, gjudahet e trupit, gjudahet e këqia, mesin e këqia, atë e tijë një agjerive ka të bazët, badi agjerive t'i du tjetë formalitet, por a i nuk ka një shpërdimit dhe gësit e agjerivit tek Allahu lartuar, si shka dhe profetës sallallahu alaihi wasallam në hadith, rubba sa'imin, lejse lehu bil siyami illa al-du'u wal-'atash. Mbase ka agjerues që nuk arrin gjë tjetër nga agjërimi vetëm se etje dhe urinë. Lusë Allahu që ta përgjegjësoj Kur'anin tonë, lusë Allahu të bëjë dobishme këto që tregova. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala